Sot nuk është një ditë si të tjerat. Ka diçka që po ndodh në heshtje. Diçka që nuk shihet me sy të zakonshëm, por ndihet thellë në shpirt. Shumë njerëz vazhdojnë jetën e tyre pa e kuptuar se disa momente nuk janë rastësi. Nëse ke ndier një peshë të çuditshme në zemër ose një mendim që të përsëritet vazhdimisht, nuk është thjesht mendje e lodhur. Kjo mund të jetë një thirrje. Zoti nuk gjithmonë flet me zë. Ndonjëherë ai flet përmes ndjenjave, përmes situatave që përsëriten, përmes një qetësie që të bën të ndalosh. Kjo video nuk është rastësi. Nëse je këtu, është sepse diçka po përpiqet të të zgjojë nga brenda. Mos e mbyll këtë moment, sepse kjo mund të jetë shenja e fundit që ke marrë prej kohësh. Shenjat nuk vijnë gjithmonë në mënyrë të qartë. Shpesh ato duken si gjëra të vogla, por në të vërtetë mbajnë një mesazh të madh. Ndoshta ke parë të njëjtat situata që përsëriten. Ndoshta ke humbur diçka dhe më pas ajo është rikthyer në mendjen tënde pa arsye. Këto nuk janë gabime të jetës. Shumë njerëz i quajnë rastësi, por shpesh janë drejtim. Kur jeta të ndalon, kur gjërat nuk ecin përpara si më parë, ndoshta nuk është bllokim, por udhëzim. Zoti ndonjëherë të ndalon që të mos shkosh në drejtimin e gabuar. Dhe kjo është një nga shenjat më të forta që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë kurrë. Ka momente kur gjithçka në jetë fillon të ndryshojë papritur. Njerëzit largohen, situatat shemben, planet nuk funksionojnë më. Dhe në atë moment, shumica mendojnë se gjithçka po prishet, por ndonjëherë është e kundërta. Kur Zoti po të çon në një drejtim të ri, ai shpesh largon gjithçka që të mban në vend. Kjo mund të ndihet si humbje, por në të vërtetë është pastrim. Disa gjëra nuk janë të destinuara të zgjasin përgjithmonë në jetën tënde. Dhe ajo që po largohet mund të jetë hapësira për diçka shumë më të madhe. Heshtja është pjesa më e vështirë për të kuptuar. Kur lutjet duken të padëgjuara, kur përgjigjet nuk vijnë, kur gjithçka duket e ndalur. Por heshtja nuk është mungesë, shpesh është përgatitje. Në ato momente, diçka po ndërtohet brenda teje pa e parë askush. Forca, durimi dhe një kuptim më i thellë i jetës. Njerëzit mendojnë se Zoti nuk po përgjigjet, por ndonjëherë ai po punon në mënyrën më të thellë. Dhe kur përgjigja vjen, ajo vjen e plot. Ka momente në jetë kur ndjenja e vetmisë bëhet shumë e thellë. Është ajo ndjenjë e heshtur që të bën të mendosh se askush nuk po të sheh, askush nuk po të dëgjon, dhe se ndoshta je haruar plotësisht. Por kjo ndjenjë, edhe pse e dhimbshme, nuk është gjithmonë e vërtetë. Në shumë raste, kur një njeri ndjehet më i braktisur, në të vërtetë është në një fazë përgatitjeje. Është si toka para një stuhie të madhe që pastron gjithçka për të sjellë jetë të re. Heshtja që ndjen nuk është bosh, është e mbushur me procese që nuk i sheh. Brenda teje po formohet një forcë e re, një kuptim më i thellë për jetën dhe një version më i fortë i vetes. Zoti nuk të harron kurrë në këto momente. Përkundrazi, shpesh këto janë momentet kur ai është më afër se kurrë, duke punuar në mënyra që ti ende nuk mund t'i kuptosh. Ajo që duket si fund, shpesh është fillimi i padukshëm i diçkaje shumë më të madhe. Ka një moment kur shenjat nuk mund të injorohen më. Në fillim janë të buta, pothuajse të padukshme, por me kalimin e kohës, ato fillojnë të përsëriten, të bëhen më të qarta dhe më të forta. Ndoshta ke ndjer një shqetësim të brendshëm që nuk largohet, ose ke parë situata që përsëriten në mënyrë të çuditshme në jetën tënde. Kjo nuk është rastësi. Kur një thirrje shpirtërore nuk dëgjohet, ajo nuk zhduket, përkundrazi, bëhet më e fortë. Është si një zë i brendshëm që vazhdon të kujtojë se duhet të ndalosh, të mendosh dhe të ndryshosh drejtim. Shumë njerëz e quajnë këtë thjesht ndjenjë, por shpesh është udhëzim. Dhe sa më shumë që e injoron, aq më shumë jeta fillon të të drejtojë përmes situatave që nuk i kontrollon dot. Kjo është mënyra si thirrja bëhet e pamohueshme. Çdo njeri vjen në një pikë ku duhet të zgjedhë. Jo gjithmonë një zgjedhje e madhe në dukje, por një vendim i brendshëm që ndryshon drejtimin e jetës. Të vazhdosh si më parë, duke injoruar ndjenjat dhe shenjat, apo të ndalosh dhe të dëgjosh atë që po ndodh brenda teje. Ky është momenti ku gjithçka fillon të ndryshojë, sepse shpesh një vendim i vetëm mund të hap një rrugë të re ose të mbyll një kapitull të vjetër. Shenjat që ke marrë nuk janë thjesht për t'u parë, ato janë për t'u kuptuar dhe për të vepruar. Në këtë pikë nuk bëhet fjalë vetëm për besim, por për vetëdije, dhe vetëdija është fillimi i transformimit. Shpesh,
Njerëzit kërkojnë përgjigje jashtë vetes, ndërsa përgjigja më e rëndësishme ndodhet brenda tyre. Është një zë i qetë, i butë, por i qëndrueshëm. Nuk bërtet, nuk imponon, por të bën të ndalesh dhe të mendosh. Ky zë nuk vjen nga frika, por nga qartësia. Kur e dëgjon këtë ndjenjë të brendshme, ajo shpesh është më e fortë se çdo mendim logjik. Shumë njerëz i ignoron sepse duket e thjeshtë, por në të vërtetë është shumë e thellë. Nëse e ke ndjerë këtë zë kohët e fundit, nuk është rastësi. Është një formë udhëzimi që të drejton në një rrugë që ndoshta ende nuk e kupton plotësisht. Kur shenjat fillojnë të përsëriten më shpesh, kjo nuk është rastësi. Është një tregues i qartë se diçka po afrohet. Në këtë fazë, jeta fillon të ndryshojë në mënyra që nuk i kontrollon dot. Situata, njerëz dhe rrugë fillojnë të lëvizin. Disa gjëra largohen, disa të reja afrohen. Edhe pse mund të duket e paqartë, kjo është një fazë tranzicioni. Dhe tranzicioni gjithmonë vjen para një ndryshimi të madh. Kjo është arsyeja pse ndjenjat bëhen më intensive dhe shenjat më të shpeshta. Është si një përgatitje e padukshme për atë që do të vijë. Kjo moment nuk është thjesht fundi i një mesazhi. Është një pikë kthese. Nëse ke ndjekur deri këtu, nuk është rastësi. Ka diçka që të ka sjellë në këtë pikë. Ndoshta një ndjenjë, një mendim, ose një kërkim i brendshëm që nuk të ka lënë të qetë. Por ajo që duhet të kuptosh është kjo. Disa shenja nuk vinë për të qëndruar përgjithmonë. Vinë për të zgjuar. Dhe kur kupton mesazhin, asgjë nuk është më e njëjtë. Kjo mund të jetë fillimi i një rruge të re, një mënyre të re të kuptuarit të jetës dhe vetes. Mos e injoro më atë që ndjen. Nëse ke arritur deri këtu, ndalo për një moment dhe mendo, sepse kjo nuk është rastësi. Ka diçka që të ka sjellë në këtë video, në këtë moment, në këtë mesazh. Ndoshta nuk e kupton plotësisht ende, por brenda teje, diçka e di që kjo është e rëndësishme. Mos e injoro këtë ndjenjë, mos e shty për më vonë, sepse disa momente në jetë nuk kthehen më. Disa shenja nuk përsëriten pafundësisht. Dhe ajo që ndjen tani mund të jetë pikërisht ajo që do të ndryshojë drejtimin e jetës tënde. Ndoshta ke kaluar shumë, ndoshta je lodhur duke pritur, duke pyetur, duke kërkuar përgjigje. Por ndoshta, përgjigja ka qenë gjithmonë më afër se sa ke menduar. Kjo është koha jote për të hapur syt, për të dëgjuar jo me veshët, por me zemrën. Sepse ajo që është për ty nuk do të shmang kur. Nëse ky mesazh të preku, shkruaj në komente. Unë e ndjej këtë thirrje. Le të jetë kjo një shenjë jo vetëm për ty, por edhe për dikë tjetër që ka nevojë ta dëgjojë. Ndaje këtë video me dikë që ndjen se duhet ta shoh, sepse ndonjëherë një mesazh i vetëm mund të zgjojë një shpirt. Dhe mos haro, në momentin që fillon të dëgjosh këtë thirrje, gjithçka fillon të ndryshojë.